mbylli një vit me shumë ngjarje. 2025 ishte për Anisën me sfidave dhe sukseseve. Ajo i dha epilog problemit të saj shumë vjeçar shëndetësor, kur i kthye në muzikë e mbylli ca raporte personale. Sigurisht, ajo që la pas dhe çfarë na pretutje, duhej festuar me një super ditëlindje në Ferizaj. Anisa mblodhi të martën me miqtë e saj në një super ambient. Pa shumë vonesa si rallëherë, erdhën të gjithë, as më pak e as më shumë nga sa kishte ftuar. Smungua një pjesë e Big Brotheristave dhe bam, befasi. Pas përplasjeve në distancë, Gjeneta dhe Gresa gjetën gjuhën e përbashkët. Por Akuj duket të mos jenë shkrirë me Drenushën, e cila gjatë gjithë festës qëndroi në shoqërinë e Gresës. Anisa u sigurua që secili të shijojë në maksimum eventin dhe më pas sigurisht nisi atmosfera zjarrt. Festën po e shijonte edhe Lediana, vajza e madhe e Fjollës, që shoqërohej nga partneri i saj. Emocionet nga Anisa i morën për këtë intervistë. Faleminderit shumë që më thirrë si mysafir, po taksiratën e nuk më i panzirë diçka dhe për punë. Qa jetë, s'ka lidhe faleminderit shumë që ke ardhur mas pare. Po shkëlqen një fustan i barë si pas dress code-it, apas kanë respektu shumica. Mirë, po më intereson qa kështë e hek diçka se niva që kështë e hek shumë sot. Mu kanë ardhur rryma, në kanë ardhur uje, fustani mu ka shkip, nuk e di qa me thonë mo. Inshallah po mejtë mirë vazhdim me spokollët këtu ja krejt. Një vit që po e përmbyll, u ko një vit me sfida për ty, me arritje, me suksese, një mix i ton afkapaka. A kështë dash që viti që po vjen, dilindja që po hen, me i përngja vitit kaluma jo, në përgjithësi? Kisha dash mi përngja se u kanë gogja veti mirë, e du vitin 2025, shola 2026 ta ka me calo ma mirë. Për sa i përket ftumve, po shoh The Big Brotherit këtu, kone ke thirë, kone se ke thirë? Bëlloj, qata që i këmë thirë, qata që i pishe dhe qata që s'pishe, që s'janë këto. Gjysa s'kanë mujtë me ardhë, se dhe me do gripa, shkuj gripi famë shumë që ka ra, gjysën që i ka ma për zemër. Pila shumë për shtypje Gjeneta, duke ditë raportin e ju i ma herët që ka ndodhë? O që ka ndodhë ma herët, ka jetë ma herët. Sa në ndryshojnë, big respect, big love. Kush e bu një hapin e parë? Audrey Liriana. Audrey Liriana ka në konë mësit mundri që ju, Edhe, që shkoj? Mirë, shumë respekt për Gjenetën. Ka kalu ato sene, u ka në beg, u ka një loj, nuk ku marrë diçka personale, dhe që së shkina pas shumë kontakt mas Bigot, tash, në regull. Në Big 3 e ke pas një shok, që ke edhe në Big 4, shprita që pe shopës dhja ke thira jo, e të kuqin. Jo. Se ke thirë, se shok e ke pas. Valla bre, po tash unë i tira njerë që jëmë të najtë për momentin mas shumë të me ta. Lelen e thira jo dhe që tasë këmë qare pat vetë? Jo. E qarë. Respekt për tjë spajsit, jo t'jaf të të mështi për Normalisht, jo, po duna mi ditë sene se njerës të mëse kese s'kete dima o kone thërë, a o së kone thërë. Për ndryshe, njerës pak jo mbo marak për ty përsa i përket shëndetit të dit, e ke të regu që po vazhdo me pas probleme, mirë po për to e ki fajnë vetë me një farë forma, qa ka ndodha për nga të regonë? Unë e krejtë sane që i këmë bos ndalu me prej mekut, kej që ato i këmë bo, këmë kalëru, këmë bo me fitness, me pesha trona, këmë ma shtikva, këmë pi cigare sane, do veton kej që janë këmë ndalu me, i këmë bo. Edhe tash në bri, i rim ka dalë për shpin, edhe në qatë bri u lidh në nerv, edhe shqyqër që i bri që është ju kancerogen, fati, zoti ma, tash me terapi, me ilaqë dhe qështë dhe kalën. Qka ju rëm vetës Anisa në këtë ditëlindje, këtë vit të ri? One këtë vit, ja urej veti shala që i djallë mas pari. Inshallah veç kam shëndetje pika kryesore, kam familjen mirë, edhe inshallah po bojna parë ma shumë që t'jetë, se viti kalu mu kanë shumë viti mirë. Tash, fansat e tu për ditëlindje këshim mujtë me thonë inshallah shohi ma shpesh Anisën. Bolt pritë në për Big Brother, a është trajni me të pa prapë Big Brother a jo? Nashta. A nashta në qitë vetë, nashta vitin tjetër, na ikon. I don't know. Që t'ka të zëjë sene ma shumë zëmë vetë. Kejtë disa sene t'i thashtë. Edhe një pyetje për fund, çfarë dhuratë more deri sot që t'la ma shumë dy përshtypje që t'pëlqej? Deri shtar se alo dhurata tjera si kum pa veç dhuratën e Nitës, në Byzylek Dorës Farovske, tepër më ka pëlqy, që ajo dhurata më e mirë tjera ti kam qëto mi të s'po pres mi qelë mi këshirë.
Si që do rendi, urime dhe pak ngacmime. Eventi ka pas ngjyrën bardhë dhe nude, ti pas ke shku ka kafta ma shumë, prej që t'ynë opcione. Ka pas brown, nude edhe white. A vendose me shku me brown e jo me nude, se me nude ke kalër jetën ditë linjët tone, 2 herë u bëj ke tepër, a? Po, thash, mos ta bëj nude, se tani ma tani na po nudavën. Komplet rjeti, kështu që vendosa kafe dhe mu mshel komplet. Nuk orani sot me komentu të brendshme, a? Jo, fatkeqësisht. Ditëlindjen e Anisës të pash që erdhe me Drenushën, një shoqe të rëndësishme, po të pash që këtu folje ka Xhamil me Gjenetën. Kur u pajtu t'ju thon për hajrë se kum ditë? Më është me na i bo për hajrë sot, se sot ke momenti i parë që folëm pas një kohë gjatë. Ko shke ndërmjetësusi se këto punë shkojnë me dërzan? Dhe Allah, unë veç kërë kumë po të tavolina, Adrin edhe Ilirianën edhe mandej ata dy ke ndërmjetësus, sepse ata janë t'jashtë zakonshëm. Adrit edhe Ilirianën s'kena me janë drumbja jam një qeta, se jënë të e kompleksuar në Adri qeta dhe Iliriana qeta. Më po shoh këtë lule, po shoh pako, po shoh sana, është nga njëna bitynë dhurata jote çka i pruna Anisës sot. Një shishe verja kom pru. Okej. Korrekt. Korrekt. Mirë shumë. Për ndryshe qa ka nga Gresa kove të fundit? Shumë punë, shumë angazhime. Jam kanë pak off me intervista, me TikToka, me Instagram, jam kanë pak off, për shkak se që një kohë gjatë jam të punu për një projekt shumë të madh ndërkombëtar, edhe po besoj që kemi me fillu me prova me 26 janar. Kur flasim ndërkombëtar, ka lidhet me çfarë shteti? Bëhet fjalë për një regjisor turk që ka marrë me punu shfaqje këtu, dhe mandej premiera do të jepet jashtë Kosovës. Unë se di çfarë shfaqje është veç dorën zemër të shkojnë drama turke ty. Fatkeqësisht është komedi, kështu që po më shkojnë edhe komedit. Interesant ku ka pjesa. E mandej kur shkoj atje në Turqi tani nuk i dihet jetës, në është me drama turke. Jo shumë larg gjeografikisht Turqisë në Egjipt, bone ka gjatë shumë lajme dhe të kena përcjell na me një farë bukuroshi aja aktorke turk, jo po egjiptas. Çka ke puna ti? Jo, kur gjatë, thjesht shok që njoftova atje, edhe kaq. Apo e mani kontaktin hala? Jo. Se? E pas ke bo bërlog në isenti, për këtë qartë? Jo, po s'kum pas kur gjatë përveç se shoqni. Sigur? Sigur. A ka pjesa Më të personale? kallëzu diçka ty, po jonë është herët hala më të kallëzu, kështu që të pres kur të filloj me provat me 26 janar. Sepse atëherë do të jetë një bombë e vërtetë dhe do ta jap vetëm për Privé by Libertas Spahiu. Okej, faleminderit, nuk kam mbyllim atë mirë për këtë intervistë, kënaqësi e madhe. Shumë kënaqësi edhe për mua. Anisën e kom pas shumë për qefi, për kundër krejta asaj situatave mbrana që kanë rjedh mes Anisës dhe Gjenetës, unë të dy ati kom pas shumë për qefi. Unë gjithmonë e kom mbrojt Anisën. Tash këtu në përdilindje po ka shumë ribashkime, njerëz që po folin, s'po folin, po më ndoket ti po je stoike, që aty në që s'u ke dhënë qerën ditëlindjen e kaluar s'po jep as katër. Qëre, une jam njeri shumë që fali, realisht, po kur të tepron dikush shumë, nuk muna edhe me falë qaq let, po nuk është që unë e dzeri na i varë pushke, prap se prap jam shumë pasore edhe jam njerëzore dhe mundona mi kuptu kitë njerëzit. Po nëse e ki fjallën për një person caktum, unë ti për shumë e kom toleru në krahasim me ato çfarë jam gjithmonë edhe në jetën e përditshme dhe historikisht shumë kanon, prap se prap ja kom zgatë dorën. E vërtet. Big Brother është një kapitull për ty që e kem shel komplet, po ndoket një ditë praj me bonë një postim, edhe bashkë më interesoj apo i këshyr Drenusha të Big Brother VIP Kosova 4. Me raste po. Për shembull promi kum këshyr edhe më kënaq të kish. Kreti më shkrit tani të kur më ka duk pa lidhje. Edhe marrë me fëmijët e me i kum dasht ma shumë ata. A ka favorit Drenusha? Qëre, vish përqindon e kongën. Vish edhe një sekundë. Sa herë më shikon, moj Drenush, bukuria jote më vret si pushk. Bukuria Drenushës vret si prush është e vërtet kjo pjesë. Vret e djegë shkrumone. Po, i le me pasoja njerëzit. Natyrisht që unë e kam një favorit, nëse ki fjallën për Big Brother të Kosovës, po e kam një favorit. Kush është favoriti i Drenush këtë loj? Lëndrimi. Apo fitus lëndrimin se u kthy shumë biseda me Gresën në ditën e daljes gjestit në fillim të janarit, u bë shumë virale, që i lexon pak situata Drenusha dhe koha t'jep drejt. Në këtë rast? Po.
Unë mendoj që ai nuk ka me fitu edhe pse meriton, sepse dihet para gjykimet të na janë t'jashtëzakonshme dhe unë mendoj që fituesi i këtij Big Brotheri mundet, mund t'jetë mes Labit edhe Elionës, Labinot Regjës edhe Elionës. Këta dy unë i shoh si fitus, duke marrë parasysh që Labi nëpër çka ka kalua aty edhe vazhdon t'jetë, dhe Eliona si një vajzë shumë e re, po me një inteligjencë jashtëzakonshme ku mu m'pëlqen, po në disa raste për shembull Eliona shumë a qenë mallin e Drilonit. Për shumë. Se, çfarë aspekte? Apo doni me ditë, për shembull, kur thotë keni me pa ju jashtë ç'sh keni mu duk, ajo është shumë mirë, domethënë ka këtë pjesën e paragjykimeve të njerëzve jashtë se ç'a mendojnë. Domethënë ç'ajo që më pengon te Eliona, se kështu përndryshe është shumë inteligjente, nuk ka të bëj kurrë me karakterin e Drilonit në aspektin e inteligjencës, ajo ja ka lënë shumë Drilonave, shumë njerëzve tjerë. Mirë po e ka çat pjesë që mu s'm pëlqen, që ato ja kisha hek. Po mendoj që Labinoti është më i organizuar. Interesant kjo pjesë. Përndryshe 2026 vit se ka nisë, na po të shohim shumë përmbushne, po të shohim me fëmijët e tu konstant, po të shohim me punë, me aktivitete. A ke qitë rrethin ai qëllimi madhor për këtë vit, që se ka arrit vitin e kaluar? Qëre, natyrisht që na besoj që këtë njerëzit çdo vit ja qesin qëllimet vetës se çka dojnë me arrit në atë vit. Më thonë unë e kom potencu dhe vitin e kaluar që nashta ajo përmbushja jeme dhe standardet e mia që ja kom kriju vetës kanë mbrimin një pikë të asaj stabilitetit tem jetësor ku unë e nina shumë rahat me veten, edhe shpesh herë njerëzit ma bojnë po kush t'i ka kriju ose qysh i krijove, se menojnë që gjithçysh do të më t'i kriju dikush. Ato i kom kriju vet, e kom pas një pikë ku unë e kom arrit, normal që këtë vit e kom një synim tjetër edhe ma të naltë se ato të vitit të kaluar, që unë me pas një stabilitet edhe ma të lartë se sa këtë vit, dhe natyrisht që ka me pas gjana shumë të mira, të reja, cilat unë nuk, se kom pas zakon me bu publike, asë nuk i bëj publike. E rëndësishme është që me e vazhdu rrugën drejt realizimit tyne, unë po të falenderoj shumë edhe kënaqësi si gjithmonë Renush. Faleminderit shumë Angel. Gjithmonë kënaqësi me shoqen e Donë, shoqen e shumë njerëzve, po në këtë rast edhe shoqen e Anisës, është një raport i krijuar kohëve të fundit mos gaboj, po që i një lidh qatë shumë sa që Anisa sot të ka zgjedhë në mesin njerëzve të zemrës për me festu ditëlindjen me ta. Gjithçka më duket ka nis tash një vit plus minus dikon, a? Po, shumë e vërtet, Angela, ajo që e the një raport shumë i mirë, mirë po që ka fillu jo vite, mirë po ka që nga storja që e kemi bën me Anisën, aty jemi taku për denonциmin që aja ka bote Piranjat, edhe atu ka fillu ajo shoqëria, ndoshta ato i po gjitha ato përjetimet e Anisës të u lidhe emocionalisht me ta, të u lidhe dhe ajo njëjtë me mua dhe ne nuk e kemi prish shoqërinë që rrallë ndodh me një denoncues ndoshta me mbajtën e shoqërinë si këtë rast me Anisën. E kemi mbajtur shoqërinë, kemi kontakt të çdo ditëshëm, mbajt një raport shumë të mirë edhe sa më kënaq shpirti kur e pash Anisën gjendje shumë të mirë shëndetësore, të vallëzu, të kënaq me njerëz që i dënë që e dojnë. Cili u kon momenti ma i vështirë në këtë një vit shoqëri edhe raport ngushtë me Anisën që e kujton sot? Momenti më i vështirë ka momenti i operacionit, ku ditën kur Anisa ka hyrë në sallën e operacionit, që me të vërtet ka qenë i vështirë, sa ka qenë gëzim, sa ka qenë mërzi, dhimbje, gjithçka tjetër, padyshim ka qenë shumë stres, ku vazhdimisht familja sa ju ka në stres, edhe në një farë forme kisha atë përgjithësinë me i lajmëruar se çfarë po ndodh. Për një ka qenë një moment shumë i vështirë, po që ja ka vlerë gjithçka edhe që sot për një po më kënaqet zemra kur përshoj shumë mirë. Është po besoj një prej atyre momenteve që edhe ty personalisht karrierën tonë si gazetare me ulëmtime të rëndësishme të bën një mirë, ku rezultati është i mirë edhe domethënë Anisa sa do shtu festu me njerëz të saj të zemrës. Çfarë u rën Anisës si shoqe e saj? Normalisht që Anisës mas pari i uroj shëndet mirë të njëjtën, sepse meriton me pas një shëndet shumë të mirë.
I uroj lumturi pa fund, do sa ajo lumturinë e gjen edhe në mërzinë më të madhe të saj. Edhe mbi gjitha i uroj sukses në karrierën e saj, për të cilën është mundu shumë dhe mundohet shumë çdo ditë, pasi që e meriton një sukses edhe shpresoj që ka me pas të e njoft Anisën si një person që është shumë i shkatët, shumë i talentuar, po mbi gjitha një person shumë pozitiv. Anisë si kisha thonë që mos e humb pozitivitetin ashtu si nuk e ke humbur deri tash në asnjë moment. Kënaqësi e madhe si gjithmonë e don, faleminderit shumë për kohën edhe që e ngromin sonte. Faleminderit juve. Momenti i tortës solli surprizë prindërit në këtë moment të veçantë. Ahengu vazhdoi deri pas mesnatës. Shëmuri Manisa.